Avokat, çfarë bën Amerika në këtë rast? Çfarë bën institucionet amerikane ku Edi Rama rezulton i përfshirë në dosjen e Charles McGonigal, ish agjenti të kundër zbulimit të FBI-s. Dhe nga ana tjetër ka dyshime për lidhjet e tij me kartelin Sinaloa, ku një nga eksponentët e këtij karteli, pra që kishte lidhje më saktë me këtë kartel, Luftar Hysaj, u shpall në sanksione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë rast, institucionet amerikane nuk e lidhin emrin e Edi Ramës me gjitha këto ngjarje dhe ndërkohë ai arrin sa të shkojë deri aty, edhe deri në Washington, të marrë pjesë në bordin e paqes dhe ndërkohë të ftoj edhe vajzën e presidentit amerikan Donald Trump dhe dhëndrin e tij që të investojnë në Shqipëri. Pra çfarë nuk shkon në këtë rast? Duhet të keni parasysh diçka që është shumë e rëndësishme për ta rifiksuar tek ju dhe ta vendosim në atë që ne themi në vëmendje të çdo qytetari që të kuptojë që një pushtet disa vjeçar nuk rrezohet dot sepse vjen dikush dhe thot një deklarat, por ai rrezohet gjithmonë kur ka një bashkëpunim dhe një koherencë të bashkëpunimit për të rrezuar zotin Rama për shkak të skandaleve të ndryshme që kanë goditur dhe interesin kombëtar. Pra të Shteteve të Bashkuara të Amerikës fillimisht. Mos harroni edhe një fakt tjetër që heqja e non gratës së zotit Berisha në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet qartë që kjo pothuajse heqje non gratën të zotit Berisha është për një interes kombëtar të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sigurisht që brenda këtyre fjalive fshihet partneriteti që do të ndërtojë tani tutje Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Partinë Demokratike dhe aktualisht kryetarin e saj, por në ana tjetër duhet keni parasysh që edhe vetë institucionet amerikane janë shumë serioze në aspektin e hetimit dhe zbardhjes së vërtetës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të lejojnë kurrësi që një kryeministër si i Shqipërisë që mund të jetë përfshirë në disa afera të ndryshme korruptive apo të disa skenime të ndryshme për të goditur liderët e opozitës, sigurisht që nuk kuptojnë qartazi një hetim dhe një disiplinë ose më mirë një ndëshkim diplomatik, sepse ka dhe në aspektin penal disa konvertime të aspekt diplomatik që një kryeministër duhet të goditet në krye të detyrës. Por duhet të keni parasysh që pushteti është një ndër format më të rëndësishme që prish partneritetin në NATO, sigurisht që çdo gjë që do të mund të ndodhë në të ardhmen me zotin Rama, i cili mund të jetë i përfshirë në këto akuza që ju përmendën përpara, sigurisht do të na bëjnë ne që të mendojmë për veprime ekstreme, por kurse si amerikanët mund të përdorin një mekanizëm ekstremi për të arritur qëllimin. Çdo gjë do ta bëjnë me një mundësi për shembull reaguese, diplomatike, private, por në fund fare publike për sa i përket mënyrës se si do të shpërthej dosja. Keni parasysh që dosja është në epiqendër të vëmendjes, por unë mendoj se ajo dosje dhe shumë dosje të tjera do të shpërthejnë kundrejt zotit Rama, sepse ka prova, ose më mirë, fakte që vërtetojnë që zoti Rama ka bërë takime. Tani, a kanë qenë në përmbajtjen e këtyre takimeve elemente penale apo element tradhtie sipas ligjit amerikan, kjo nuk mund ta di sepse do kërkon një urim më të thelluara për sa i përket legjislacionit amerikan, por ajo që di është që ato që zoti Rama ka pranuar publikisht janë fakte të cilat botërisht dihen dhe mbetet për të provuar nga një gjykatë amerikane që në fund fare, pse jo, mos të bëjë një hetim të qartë zoti Rama që në fund fare të shplahet nga çdo lloj akuze publike që mund të i ngarkohet atij, si rasti me Gonigal apo rastet e këtij karteli që ju thatë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në Shtetet Latine. Avokat, dhe i pyetje fundit, nëse Edi Rama jep dorëheqjen dhe praktikisht vendos të largohet nga politika, si mendoni, cili do të jetë fati i tij dhe sa shanse ka që SPAK-u ta godas në gjithë ato që ka bërë për gjatë 13 viteve qeverisje? Zoti Rama nuk largohet nga politika, zoti Rama do të qëndrojë në politikë.
a ju mund të pyesni në rast se zoti Rama ekstradohet në Amerikë, a do të qëndrojë politikën shqiptare këtu? Po, që nuk do jetë dot, se do jetë ekstraduar. Po në rast se ju thoni pra ju mendoni se nëse jep dorëheqjen, largohet nga politika, do ta ekstradojnë në Amerikë? Po ashtu mendoj, sepse në rastin e flasim atë temë që ju thatë më parë për dosje, edhe ka dosje, aju me largim nga politika sigurisht që ai do psohet. Do të kemi parasysh diçka dhe t'ia them qytetarëve ta kuptojnë vazhdimisht e gjë, sepse politika sigurisht që ka përgjegjësi, edhe ka detyra dhe ka sigurisht atë që ne themi influencë, por në rast se ti përpara drejtësisë je i dobët politikisht, që pra ke qenë ose je pjesë e politikbërjes në kuptimin e vendimarrjeve, në kuptimin e asaj që ne themi komunikimeve të pakteve politike, pra PSPD, partitë të tjera, kur drejtësia ty të shikon të dobët, sigurisht që me ty do merret. Pse? Se ke ikur nga pushteti, pra nuk je më i fortë kundrejt kësaj drejtësie, sepse është drejtësia dhe shteti ka një kuptim vazhdueshmërie, pra janë të pandërprera, nuk ndërprehen. Kurse pushteti tek individi ndërpritet, sepse pushteti është në kohë, individi që është në karrike. Ikën individi nga karrika, shuhet ajo çfarë ka në pushtet, se nuk e komandon dot shteti nëpërmjet pushtetit. Prandaj ka një filozofi tjetër që duhet kuptuar. Pra, zoti Rama në rast se ikën nga politika, sigurisht asgjësohet politikisht, por merret si një pothuajse triumf të drejtësisë që do ta bëjë dhe atë si një statistikë e radhës për të adresuar tek ai gabimet politike duke ja konvertuar në aspektin penal. A do të ikë Rama nga politika shqiptare? Unë dyshoj, edhe sikur mos jetë kryeministër, dyshoj se do iki, sepse zoti Rama ka në planin e tij të parcelizojë Partinë Socialiste. Pra, Rama shan Berishën, por Rama është njësoj si Berisha. Pra, Rama më thotë të iki të zhduket Berisha, por Rama kurse si nuk pranon që Berisha të iki dhe të zhduket nga politika, sepse Rama kopjon Berishën. Pra, po të shikoni mënyrën se si Rama ka vepruar në aspektin politik, juridik, në të gjitha format, Rama është pothuajse një copy-paste, një gjë e njëjtë me Sali Berishën. Prandaj Rama bëri gjithë këtë luftë jo për të marrë shtetin, po për të marrë pushtetin, për të goditur grupet e brendshme në Partinë Socialiste që kurse si mos të lejë politikën dhe të jetë i fortë kundrejt çdo hetimi të mundshëm dhe procedimi ndaj tij dhe familjes së tij. Prandaj them që edhe sikur zoti Rama të japi dorëheqje dhe të shkojmë në një qeveri teknike, në aspektin ligjor dhe teknik dhe matematik, gjithmonë brenda kësaj legjislacioni, brenda kësaj legjislature që jemi, sigurisht që zoti Rama ka shifrat, ka numrat dhe do jetë në truezën e bashkëbisedimit dhe për një qeveri teknike apo një qeveri kalimtare. Por zoti Rama do të keni parasysh që do punojë vazhdimisht për të qëndruar në jetën politike shqiptare. A ka faktorë të tjerë të cilët e ndalojnë zotin Rama për të ushtruar ato të drejtat e tij është një diskutim tjetër, por me kaq shumë procedime penale që ka ndaj bashkëpunëtorëve, aleatët të zotit Rama, unë mendoj se zoti Rama ka një histori të hidhur në aspektin politik dhe njerëzor të tij, sepse sigurisht që një nga personat që ai ka trajtuar do ta godasin në aspektin gjithmonë asaj që ne themi të nderit, të dinjitetit, të reputacionit, sepse pikërisht sakrificat që unë bëra për Partinë Socialiste dhe për ty, ti nuk më vlerësove dhe prandaj zoti Rama do goditet nga vetë gropën që ka hapur vetë tjerëve dhe në fund fare do bie vetë ai. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe ju falenderoj për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.